Ai premtimi I famshëm I tij për 400 euro, se të themi 40.000 lekë të reja, që është në fund të 4 vjeçarit të mandatit të tij, domethënë, vlen me këtë rritje prej 1.800 lekësh vetëm për ata që kanë pensionin pra të plot. Po, që bie pra sa tham 27.000. Po, vetëm për ata. Vetëm për ata. Kjo është një paketë jashtëzakonisht Është një paketë sepse herë më thuaj njëri që ka punuar në privat në Shqipëri me këtyre 30 ca vite, që ka punuar me letër. Po vetë fakti që pensioni mesatar për llogaritë diku te 14-15.000 lekë. 18 mesatari. Mesatari është 18. Pra 18.000 lekë në muaj, do të thotë që është mesatari të gjithë pensionistëve. Gjithë pensionistëve. Pra është shumë larg 27-s që merr një pakicë pensionistësh që ka shumë vite në punë të. Domethënë 99 është minimali, 18 është mesatari, 27.000 është mesatari atyre që kanë vite të plota. Po. Praktikant 3-4 lekë pensionistëve, këto dy të poshtet janë shumica dërmuese. Kështu që ne nuk kemi shifra sa njerëz sot në Shqipëri, por nuk besoj kemi shumë se 20% e pensionistëve.